Ideja e një Shqipërie natyrale, a është realiste sot? A mund të ketë një bashkim të tokave shqiptare në formën e një integrimi kulturor, gjysëm politik si Bashkimi Evropian, diçka të ngjashme? Mund të themi Shqipëria natyrale, mund të themi Shqipëria etnike, mund të themi si duam. Okej, kjo është ideja. Shqiptar kudo që je. Tani shqiptarët janë ky kom, të cilët me vendimet e Kongresit të konferencës në Londër 1913, gjysma e territorit u la jashtë. Gjysma e popullsisë shqiptare u la jashtë. U la jashtë, gjysma, 50%. Në historinë evropiane ka vetëm një kom që ka avutur një fat të ngjashëm, po jo të nivelin e shqiptare. Është Hungaria, kur mbaroi prandoria austro-hungareze. U shkruaj traktati Trianonit, u la përjashtë ai 1/3. Bohemia pjesë. Po, u la 1/3 e Hungarisë, që ishin hungarezë etnik. Po shqiptarët nuk ka asnjë kom që rrethohet nga të gjitha anët nga kombi vet, duke filluar që nga Ulqini, nga ana Malit, duke vazhduar. Të gjitha tre liçenet e famshme të Ballkanit janë komplet liçene shqiptare. Liçeni i Shkodrës, liçeni i Prespës, liçeni i Ohrit. Janë komplet jetuar me popullsi shqiptare. Nuk i takon shqiptarit mos ketë as i pjesë ke Prespa e vogël, shumë pak. Shumë pak ke Prespa e madhe. Po thuaj se as nuk e di, 1/4 ke liçeni i Ohrit. Edhe më pak se gjysmën, shumë më pak se gjysmën ke liçeni i Shkodrës. Sepse gjitha këto territoire, duke filluar, duke shkuar në Kosovë, duke shkuar tek Ukraina që përmendëm, Novi Pazari, duke Pazari i ri, thoshin diku, Pazari i ri, duke ardhur poshtë, duke përfshirë Leskovacin e gjithë to territoret e tjera, dikur deri tek molla Kuqe, siç e thonë. Kufiri i Kosovës. Dhe duke vazhduar pjesë pasaj duke vazhduar nga ajo sot quhet Maqedonia e Veriut, nuk di sa herë do ndryshoj emri. Komplet pjesa e Iliriadës themin, duke vazhduar poshtë në jug dhe duke dalë kufirin në Greqisë. Dhe duke vazhduar me gjithë territorin e Janinës, Konicës, e gjithë atyre pjesë dhe Çamërisë, Thesprotis, lashtë. Ky ishte territori i cili banoi nga shqiptarët në masë të jashtëzakonshme. Edhe 4 vilajetet, që janë një nocion më i madh gjeografik, banoheshin shumica e popullsisë shqiptare. Po kjo që po flasim ishte 100% popullsi shqiptare. Atëherë, kur ti ke një popullsi autoktone, e cila jeton në këto lloj rajonesh, ti patjetër ke të drejtën që të thuash që ne meritojmë që të jetojmë gjithë bashku, në një mënyrë ose në një tjetër. Ne meritojmë që, meqense flasim një gjuhë, jemi të një gjaku, jemi vëllezër, kemi të njëjtin koncept kulturor, si e shikojmë botën në mënyrë ose në tjetër, shqiptarët pak a shumë, ne të gjithë kemi të njëjtin koncept. Atëherë duhet që ky kom per forca, që i thonë italianët, në një mënyrë ose në një tjetër, ketë aftësinë që ta ndjej veten që është pjesë e një bashkësie, dhe jo i ndarë, i varur nga të tjerë. Tani, ka ndodhur një përparim, aktualisht gjenden 2 shtete shqiptare në Ballkan. Shpalla e pavarësisë Kosovës ishte një ngjarje shumë e madhe. Megjithatë, mënyrën si e shikoj unë, për shkak të veprimeve të qeverive shqiptare, dhe duhet ta themi, po fillon dhe po ndodh gradualisht një ndarje. Disocim, ideja e kombit kosovar. E para nuk duhet të themi kosovar, sepse ata janë gjithë shqiptarë. Janë shqiptar Kosovës, siç mund të jetë shqiptar një shqiptar i Labërisë, ose siç mund të jetë shqiptar një shqiptar nga Hoti dhe nga Gruda, ose një shqiptar nga Filati. Këta janë gjithë shqiptarë. Por, meqense tani janë krijuar 2 shtete dhe Kosova ka ngritur institucionet e veta në një mënyrë ose në tjetër, ajo që duhet bërë, ajo që duhet ndjekur, ishte që duhet bërë një afrim me hapa shumë herë më galopante, që nga koha e shpalljes pavarësisë Kosovës deri tani. Duket sikur këto 2 botë funksionojnë, nuk e shohin sy më sy njëra tjetrën. Kosova me të vetën dhe Shqipëria me të vetën. Kosova në fund fare, çfarë është? Është një pjesë e Shqipërisë. Si Labëria thotë që ne jemi shteti i Labërisë tani dhe ne do krijojmë
do krijojmë një shtet me qendër Vlorë edhe tani ne do krijojmë kombëtaren tonë, le të themi. Tani kjo kombëtare se po shkojmë ke sporti. Kosova ka lojtarë të jashtëzakonshëm. Po. Gjysma luajnë në Shqipëri, okay, janë me të vërtetë të jashtëzakonshëm. Unë do isha për një kombëtare dhe kjo do ishte edhe një shfaqje prepotente në mënyrë të mirë e fuqive të kombit shqiptar. Patjetër që Kosova duhet të ketë një kombëtare, por Shqipëria si nocion duhet të ketë një kombëtare gjithëpërfshirëse, të gjithëve. Dhe tjetër që thëmë. Ai Trau që është atje në Morin, duhet kishte rënë komë përpara. Pse ekziston? Unë kam kaluar nga Belgjika në Holland edhe anasjellta se s'kam parë tra. Që në kohën e pa filluar Schengeni. Pse midis Shqipërisë e Kosovës vazhdo të ketë tra, nuk ka një integrim ekonomik e tjerë? Ka edhe një konjunkturë ndërkombëtare. Ajo thënë që këto fuqit që njohën, ke parasysh ato të thonë, ju do bashkoheni, por detyra jote si shtetar, detyra çdo shtetar shqiptar në Shqipëri ose në Kosovë është që këto barrierat i rrëzojë. Se ne nuk presim tani nga Evropa ose nga çdo traktat që Evropa mund nxjerrë, që ata të thonë, okay, bashkohuni. Për shembull, mund të themi që në fillim Evropa ishte kundër luftës socialisht trimtarët e Kosovës, edhe Amerika në një moment, për atë që po ndodhte. Por atëherë kur e pan vendosmërinë e popullit shqiptar dhe krimet që po bënte pala tjetër, atëherë u realizua kjo që mendoj se ishte diçka e pa imagjinueshme, që nuk do realizohej ndonjëherë. Kështu ti duhet të bësh përpjekjen tënde. Dhe këto kushtet që jemi. Unë shpresoj një ditë pa ndikuar fare tek duke parë poshtë ose me urrëti kombet e tjera. Unë mendoj që gjithë secili ka pjesën e vet caktuar nga krijuesi në këtë botë në cilën ne jetojmë. Dhe nuk është problemi thjesht që ne po i marrim territor dikujt tjetër edhe po i shkojmë atij, po i hyjmë në pjesë, si të themi. Por problemi është që shqiptarët duhet ta ndjejnë veten një kombë në territoret në të cilat jetojnë, nuk duhet të kenë ndarje. Tani, kjo shkëmbimi i territorit, këto gjëra zakonisht në Evropë ndodhin mbas luftërave. Okej. Do mbas luftës parë botërore, ndodhen mbas luftës dytë botërore. Okej. Ne nuk shpresojmë që të ndodhi një luftë tani që ne të fillojmë të marrim territore. Por nëse ky koncepti i Bashkimit Evropian, po flasim realisht tani, është diçka që mund të ndodhi, atëherë shpresoj që gjitha këto barriera të ulen dhe shqiptarët e Kosovës ta ndjejnë veten 100% sikundër shqiptarët e Shqipërisë, të ndodhi kjo afërsia ndërmjet tyre, ka një çarje, le të themi ka një çarje. Dikur shqiptarët e Kosovës ishin një përqindje jashtëzakonisht madhe për bashkimin e Shqipërisë. E përqindja nuk është aq e madhe sot. Okej? Nga ana tjetër shqiptarët e Shqipërisë kanë ca tendenca që nganjëherë mos ta shohin me dyshim. Po, ta shohin me dyshim. Kjo prap nuk do ndodhi. Kjo është shumë rrezikshme. Nëse ka një figurë e cila duhet përmendur është kjo. Abdul Frashi, vajtim për Izrael, organizoi një kongres, u bë lideri i tij në një vend që ishte e larg origjinës së tij familjare. Dhe ne të gjithë duhet kemi këtë lloj botkuptime, këtë lloj mendjehapje, që çdo që nëse ti nga Peja ose nga Prishtina, nga Durrësi, ose nga Peshkopia, nga Dibra, ose nga Arseka, nga Kolonja, ose nga Prespa, okay? Ti je shqiptar, sepse në fund fare edhe lëvizjet mëdha, për shembull, Prespa që sot shumica e madhe janë njerëz nga Kolonja të cilët kanë shkuar atje, okay? Ta ndjen veten sikur ata janë pjesë e një kombi të përbashkët i cili funksionon dhe ka edhe një administrat e cila i merr në konsiderat gjitha veprimet. Për shembull, le të themi një gjë. Këto konsulatat që janë hapur, konsulatat e përbashkëta. Këto gjithmonë duhet të jenë kështu. Po. Erdhi para ca kohësh ministra punëve të jashtme të Kosovës dhe i thash që këtu në këtë shtet cilin jemi ne, patjetër që duhet të ketë një konsulat. Në shtetin e Michigan. Për gjithë zonën e Midwestit. Po. Edhe për Ontario në jug perëndimore, për London, për Windsor, për shtetet si Illinois, Ohio, Indiana. Domethënë, që një shqiptar sot nga ne të shkojë dhe të marrë pasaportën në shtetin e tij, duke qenë në Amerikë, duhet të shkojë edhe të aplikojë në New York.
Amin, kush mund ta bëj këtë për një njerëz të vjetër? Kështu që në qoftë se ka një sens patriotizmi në gjitha këto qeverit që janë, ka ngelur një fije të tillë, të gjithë bashkë duhet bashkohen, duhet udhëhequr nga qeveria shqiptare, okay? Që të krijohet ky lloj si energjie, ky lloj mentaliteti, që ne do bashkëpunojmë dhe ne do bëjmë gjithçka që të integrohen thellësisht me njëri tjetrin. Mos ta mbaj vetë njëri ta shikoj nga sipër, tjetri ta shikoj nga poshtë, njëri të hedhë dyshime ky bën këtë ose tjetri të thotë ai bën atë. Jemi të gjithë shqiptar, të gjithë kemi problemet tona të mëdha si komp. Dhe është më mirë që të jemi gjithë bashkë se sa të jemi të veçuar. Porosia Skënderbeut, që i la Gjonit, nëse rinit bashkuar, nuk poshteni. Përndryshe po bëhet si ato shkopat një nga një, keni për tu coptuar. Ju faleminderit, profesor, ju faleminderit për analizën e thellë, historike me fakte, por edhe pasionante të çështjeve tona të historisë kombëtare, të kësaj date të rëndësishme siç është festa 28 nëntorit dhe rezonancën e kësaj ngjarje të rëndësishme në historinë tonë kombëtare, por dhe në historinë e kombit shqiptar në ditët tona. Ju faleminderit. Faleminderit për intervistën, edhe do ta mbyllja duke thënë, gëzuar festën e pavarësisë, gjithë shqiptarët kudo që të janë, rroft Shqipëria dhe shqiptarët kudo që të janë, në të gjitha territoret e tyre etnike, dhe gëzuar. Gëzuar. Dashur teleshikues, mbaruam këtë intervistë me profesorin e mirënjohur të historisë, Altin Zaloshnja, me cilën dam disa këndvështrime jo aq formale, por mjaft domethënëse për historinë tonë kombëtare. Miru takofshim në emisionet të tjera.